Rreshtet intensive të shiut në mbrëmjen e së hënës kanë përmbytur rrugët e Koplikut. Mungesa e funksionimit të busetave ka bërë që uji të mos skullojë, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin, ndërkohë që një banesë është djegur nga vetëtima në Koplik, ku fal ndërhyrjes së menjëhershme të forcave zjarfikse u bë mundur lokalizimi i zjarrit pa pasoja në njerëz. Megjithatë, mëngjesin e së martës situata është përmirësuar. Nga komunikimi me strukturat vendore të emergjencave civile për situatën, prefekti i qarkut Shkodër bën me dije se në bashkinë Shkodër, Malësi e Madhe dhe Vaudez ka patur rreshje me intensitet të lartë kryesisht gjatë mbrëmjes, ndërsa në bashkinë Fusharas vijojnë rreshjet me intensitet mesatar. Nuk janë raportuar problematika apo situata emergjente, ndërsa janë raportuar rrëshqitje dherash në rrugët rurale të bashkisë Fushares dhe të bashkisë Puk. Në bashkinë Shkodrës, aksi prej Kalkir vijon të jetë i bllokuar për shkak të rrëshqitjes së dherave.